A është bicikleta juaj në gjendje të mirë pune? Keni një bicikletë të mirë? Kjo është e rëndësishme. Si duket një bicikletë? Një bicikletë ka një shalë për të ulur dhe timonin për drejtimin. Majtas dhe djathtas. Pedale për ta çuar përpara me këmbë. Një këmbalec për parkimin e bicikletës. Një dry për sigurimin e bicikletës. 2 frena në gjendje pune. Një fren të përparme. Dhe një fren të pasme. Bicikleta duhet të ketë 2 frena. Një zile. Ju i bini ziles për t'i njoftuar njerëzit se po vini. Bicikleta juaj duhet të ketë zile reflektor, shirita gri në goma ose portokalli në rrota. Një reflektor të bardhë në pjesën e përparme. Një reflektor të kuq në pjesën e pasme. Reflektor portokalli në pedale. Bicikleta juaj duhet të ketë reflektor. Dritat, një dritë të bardhë përpara, një dritë të kuqe mbrapa. Ju i ndisni dritat kur të tjerët nuk mund t'ju shohin. Nëse është errësirë ose nëse bie shi. Dritat duhet të jenë të lidhura me bicikletën ose veshjen tuaj. Bicikleta juaj duhet të ketë drita. Nëse bicikleta juaj nuk i respekton rregullat, mund të merrni gjobë. Ecni vetëm me një bicikletë që respekton të gjitha rregullat. Në këtë mënyrë ju e dini se jeni i sigurt.